Një pasion tjetër i yti që publiku nuk e njeh është edhe instrumenti i fyllit. Një instrument shumë shpirtëror, shumë i vjetër, dhe ti duhet ta kesh diku aty vërdall, se e kemi parë edhe në live-et e tjera. E kam gjithmonë këtu. E ke aty. E kam gjithmonë këtu. E kam gjithmonë këtu. Si e ke mësuar dhe çfarë ndjesie ti jep? Pse të pëlqen? Kjo faktikisht nuk është fyll, po kjo është quhet flauti amerikan i vjetër dhe është në drurin, është bërë në drurin e gështenjës të Kendrit bëjnë këto. Unë e kam marrë në Amerikë, sepse nuk ka në vend tjetër. E mban thjesht për dekor apo i bie të pëlqen e përdor në momente të caktuara? Do t'ju shpjegoj këtë gjë. Në këtë rast fylli ka ardhur në jetën time, mund të themi, në një mënyrë shumë të natyrshme. Si një instrument jo për të mësuar, dhe unë nuk e kam mësuar as në shkollë, as në libra, as nga notat muzikore, po e kam më saktë e kam dëgjuar dhe në momente stresi dhe lodhi nga puna e ditës, në fund të ditës kur dëgjoja këtë lloj fylli, pra këtë flautin amerikan, po themi, se ky është shumë i kushtueshëm se një fyll, do një kohë procesi për të ndërtuar, për të krijuar në mënyrë artizanale dhe ka një kosto shumë të lartë. Fillon nga $500-600 deri në $2-3.000 një. Çfarë materiali është? Kjo është me dru qershie dhe kedrit përzier, më duket, ose dru qershie vetëm. Ka dhe me dru kedri, ka dhe me dru are. Sepse ndryshon tingulli nga materiali. Po, ndryshon tingulli dhe mund të themi se kur e dëgjoja kjo filloi të më qetësonte dhe më joshi. Dhe pastaj e porosita në Amerikë duke provuar, gaboja, përsërisja, i bija, mësoja tjetër, por fylli çfarë më ka mësuar, ose pse kam qef. Fylli nuk duron shtirje. Nëse je ti tensionuar, ai nuk tingëllon, nuk mund t'i biesh dot. Nëse je i përqendruar nga mendimet dhe nga gjërat, ai nuk të bindet që të bëj. Në qoftë se ti nuk je i qetë, nuk je i pranishëm, nuk je i lidhur me frymën tënde, dhe për këtë më ka tërhequr shumë, sepse më ka mësuar një gjë që pak gjëra e bën sot, të ndalosh ose të ndaloj dhe të jesh vetvetja, po themi, por edhe të shpresh atë që ke brenda. Njerëzit të në përgjithësi nuk e nxjerrin. Palosin më këthum anën negative. Dhe pikërisht flauti, ose ky fylli amerikan, flauti amerikan, ma ka dhënë këtë. Është ndjesia që është shumë e thellë, është si një dialog me veten kur unë i bie. Mund të themi që fryma që fut në fyll del në formën e zërit. Por ai zë nuk është thjesht tingull, është një gjendje emocionale. Ndonjëherë deli butë, ndonjëherë deli ashpër, në një ditë është melankolik dhe asnjëherë nuk është i njëjtë. Ashtu si njeriu që nuk është i njëjtë, ashtu është dhe fylli. Dhe e dyta kur luaj, nuk di, unë perceptoj ose ndiej sikur po lidhem me diçka shumë më të vjetër se vetja, me një kujtesë kolektive dhe historike, me mallin për barin, për qetësinë, për natyrën, për vetmin, për të parët tanë, dhe kjo më gëzon, sepse si thash mua më pëlqejnë më shumë gjërat e vjetra dhe jo gjërat e shtirura. Po këtë e lidh edhe me pasionin tjetër, polifonin. Përpara se të flasim për polifonin, unë do doja që ta prezantoja publikun, edhe ndoshta do të surprizoheshin të gjithë tani kur të dëgjojnë Altin Jokën të këndoj polifoni. Mallë për Gjirokastrën. Kemi një audio të Altinit. Ke marrë një këngë që kam bërë vetë. Kemi një këngë, dëgjoje pak veten, dëgjoje sa bukur që është, edhe publiku. E kemi mbuluar dhe me pamje nga Gjirokastra, nga origjina jote. Që më vjen mal për Gjirokastrën, që më vjen mal moj, që më vjen mal veç, që më vjen mal për Gjirokastrën. Për pazar mojë dhe bashte në palor të ne as mujurat të. Për pazar mojë dhe bashte në palor të ne as mujurat të. Dunavate manalat la gjensfake la gjenë plakë. Dunavate manalat. Altin Joka si asnjëherë tjetër, një polifonist, po e shijoj, ishe edhe në plan, të ndiqnim. Tani si ka mundësi si ke bërë gjitha zërat ti? Janë 4 zëra aty bashkë, apo jo? Je ti me 4 zërat e tu? Po. Vetja është zëri i muzikës faktikisht i përshirë.
e kam qizuar thjesht në kompjuter dhe kam lidhur, nuk është bërë në studio profesionale. Imagjino në studio profesionale pastaj. Jo, nuk është bërë në kompjuter, në laptop, me një mikrofon që kam marrë. Na ke surprizuar, po të them. Ty ta kam sjellë shumë kohë më parë, sepse kur më pyete një herë, po ta kam sjellë. Çfarë pasionesh të tjera ke? Pikërisht, prandaj e kam mbajtur këtë audio. Po shiko, të flas për të. Në jetë ne kemi shumë pasione që në fëmijëri, që disa na marrin rrugë dhe na formëzojmë se kush do jemi në të ardhmen. Disa humbin dhe treten, por disa mbeten brenda nesh dhe duan kohën e tyre që të shpërthejnë ndoshta. Kënga polifonike ndoshta është ajo që unë, edhe pse unë kam lindur në Tiranë, nuk kam lindur në Gjirokastër ose ku mendon dikush, kam lindur dhe kam jetuar në Tiranë, babajn e kam pasur nga Libohova dhe nënën në Gjirokastrite, gjyshi nga në mamas, i cili merrte pjesë edhe me grupet artistike, ku shkoja, e shikoja me fustanet gjithmonë një foto në ato shtëpitë e vjetra Gjirokastrite, mblidhej me bura, këndonte, në ato radhët e tallonave që prisnin mishin, vajgurin e të tjera që mblidheshim dhe ne dëgjonim. Dhe ndoshta kjo është pasioni, ndoshta dhe dashuria më e hershme dhe më e gjatë që tek mua ka vazhduar përsëri. Sepse unë gjithmonë kam kënduar në makinë, në shtëpi, në çdo kohë, vetëm. Dhe kënga polifonike më shumë më prek sepse nuk është thjesht muzikë. Është një kujtesë e gjallë. Ajo është një histori që nuk është shkruar në libra, por është e mbajtur në një zë. Brenda saj ka dhe dhimbje që nuk ankohet, ka krenari që nuk shfaqet, as me fjalë të mëdha, dhe pse mund të rënkojë një moment, ajo ka ekzistuar. Mund të them që kjo lloj muzike nuk kërkon të pëlqej, sepse as nuk zbukurohet, as nuk fshihet. Ajo del ashtu siç është, e pastër dhe ashpër njëkohësisht. Dhe ndoshta për këtë më prek kaq shumë, sepse flet të njëjtën gjuhë që flet edhe trupi kur vuan. Por edhe kur nuk dorëzohet, flet në gjuhën e të vërtetës, për mendimin tim. Dhe siç të thash, mua s'm pëlqejnë këto filtra, zbukurimet, ngjyrat false dhe jeta moderne ku jetojmë shumë e vështirë. Në këngë polifonike zërat nuk konkurrojnë me njëra tjetrën siç bëjmë ne jetë. Ato e mbajnë njëri tjetrin. Marsi, Hedhsi, Kthysi, Isoja, ka secili rolin e vet. Kur një zë lodhet dhe bie, të tjerët e mbajnë të shtrënguar, që kënga të dalin në fund fare mirë. Dhe kjo është po ishe bërë në një formë të sistematike dhe shumë perfekte të gjitha zërat në ato. Duhet të bësh ndoshta një CD në të ardhmen me të gjitha këngët polifonike. Ndoshta unë jam profesionist, të kuptoni, unë jam një amator që na dëshira e madhe. Për mua kënga është terapi. Pra është një lloj terapie që më qetëson, jo sipërfaqësisht, por që nxjerr jashtë atë që unë kam mbajtur brenda. Dhe kur dëgjoj apo dhe këndoj, ndjej që dikush po flet për gjëra, për shumë bura, për shumë histori, të cilët nuk i kanë thënë gjërat nëpërmjet shprehjeve dhe mendimeve tyre, po i kanë thënë nëpërmjet këngës. Ndjesën e malli që kanë, dinjitetin, qëndrimin e tyre. Edhe kjo muzikë ka një lloj dhimbje, por nuk është një dhimbje dobët, është një dhimbje që të çon drejt krenarie, ose të çon krenarie. Dhe kjo më bën ta ndjej edhe më shumë dhe më afër se unë besoj që shëndeti, forca dhe shërimi vijnë nuk vijnë duke mohuar dhimbjen, por duke pranuar dhe duke kaluar me nder. Përtej kësaj, pra mua përtej kësaj më lidh edhe me rënjët e mia, më kthen në trup. Dhe në një botë ku gjithçka është bërë shpejtë, zhungshme, sipërfaqësore, kur kjo muzika mund të them që është një frymë e thellë, e ngadalt, e rëndë, po për mua është jetike. Pra është një lloj terapie, sepse ndonjëherë shpirti nuk ka nevojë për shpjegim, ka nevojë për një zë që të shprehet.